SPA ka dhënë detaje mbi arrestimin e Adit Çobës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të operacionit Ura, i cili u lokalizua dhe u vu në pranga më 2 korrik në zonën e Shkozetit në Durrës. Sipas prokurorisë së posaçme, operacioni u zhvillua nga Byroja Kombëtare e Hetimit në bashkëpunim me Qendrën Operative Dia të Barit, në kuadër të skuadrës së përbashkët hetimore me SPAK dhe Drejtorisë së Antimafia të Barit. Në momentin e arrestimit, Çoba kishte me vete një pistolet automatike me 2 karikatorë, si edhe 4 dokumente të dyshuara të falsifikuara, mes tyre një kartë identiteti dhe një leje drejtimi italiane. Sipas SPAK, këto elemente tregojnë lëvizjet e tij të shpeshta dhe lidhjet me Italinë. Pas arrestimit ajo u shoqërua në paraburgimin e Durrësit, ku do të qëndrojë në pritje të procedurave të ekstradimit. SPAK kujton se Adi Çoba ishte një nga personat që i kishte shpëtuar operacionit ndërkombëtar Ura, të zhvilluar më 21 maj 2025 nga autoritetet shqiptare, italiane dhe belge. Pas operacionit, hetimet vijuan në Durrës dhe në disa qytete në veri dhe jug të Italisë, duke bërë të mundur lokalizimin e tij. Sipas prokurorisë së posaçme, Çoba u arrestua në Shkozet, zonë që identifikohet si një nga bazat e aktivitetit të grupit kriminal Troplini Doçi, i dyshuar se vepronte mes rajonit të Puljas, Shqipërisë dhe Holandës. Operacioni Ura çoi në ekzekutimin e 52 urdhër arresteve ndaj personave të dyshuar për trafik ndërkombëtar të sasive të mëdha të lëndëve narkotike, pastrim parash dhe vepra të tjera penale të lidhura me to. Gjatë operacionit u sekuestruan gjithashtu pasuri të luajtshme në Shqipëri dhe Itali, me vlerë prej disa milionë eurosh. Më 21 maj 2025, SPAK dhe Drejtoria Hetimore Antimafia e Barit, me mbështetjen e Interpolit, zyrës së ekspertit të sigurisë pranë ambasadës italiane në Tiranë dhe policisë së shtetit, ekzekutuan 52 urdhër arreste, 2 të lëshuara nga gjykata e posaçme e shkallës së parë, ndaj personave të akuzuar për trafik ndërkombëtar të sasive të mëdha të lëndëve narkotike, pastrim të produkteve të veprës penale dhe krime të tjera të lidhura me to. Shtetasi i arrestuar në Shkozet, qendra kryesore e grupit kriminal Troplini Doçi, që vepronte mes Puljas, Shqipërisë dhe Holandës, u lokalizua në lagjin e tij, njofton SPAK.